Në kuvend nuk kaloi propozimi i LSDM-s që ministrat ta kenë vetëm shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vetëm 20 deputet të opozitës votuan për ndryshimet në ligjin e propozuar nga LSDM, ndërsa shumica nuk votoi. LSDM propozoi ndryshime në ligjin për qeverinë për ta bërë atë të pajtueshëm me propozimin e VMRO-DPMNE-s, që deputetët të kenë vetëm shtetësi të RMV-s. Zgjidhja ligjore u shpjegua nga koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s, Oliver Spasovski. Ai tha se grupi parlamentar i LSDM-s propozoi që ligji të miratohet me procedurë të shkurtuar. Zgjidhja ligjore duhet të jetë në përputhje me ndryshimet në ligjin për deputetët e propozuar nga VMRO-DPMNE-ja, përkatësisht të miratohet një ligj që kërkon që anëtarët e qeverisë të kenë vetëm një shtetësi. Spasovski tha se ka anëtar të qeverisë me shtetësi bullgare dhe çeke, i cili përmendi emrin e ministres së energjetikës Sanja Bozhinovska. Ai madje shpreson që shumica do ta mbështesë ligjin dhe se procedura do të vazhdojë si për këtë ashtu edhe për ligjin për deputetët, e cila tani është ngadalësuar. Sipas Spasovskit, ata që angazhohen të shërbejnë qytetarëve duhet të kenë vetëm shtetësi të RMV-s.